Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirplot. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mi familjen e tij të pastër, mi shokët e tij të zgjedhur, dhe mi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 109 të surës Bekara, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'ind anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Shumë nga idhëtarët e librit prej së mirës që kanë në vete dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mosbesim, tani që e vërteta është e qartë për ata. Por ju falini ata dhe lërini derisa të arrijë urdhri I Allahut. Vërtet Allahu është I fuqishëm për çdo gjë. Për sot do flasim për një temë të rëndësishme. Dhe tema është pra smira në dritën e Kuranit, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ahli bejtit. Një nga smundjet më të rrezikshme, më shkatërruese, më vdekjeprurëse të zemrës që Islami e ka trajtuar me shumë seriozitet është smira, hasedi. Ajo është një sëmundje e brendshme, por pasojat e saj shfaqen në shoqëri, në familje, në marrëdhëniet familjare dhe në marrëdhëniet mes njerëzve. Por çfarë është smira? Smira ka kuptimin e ndjenjës së lakmisë dhe të keqdashjes që ngjallet kur shohim dikën më mirë se veten. Po ashtu, smira ka kuptimin të dëshirosh që mirësia, begatia dhe suksesi I dikujt tjetër t'i hiqet atij, t'i largohet. Po nga lind ndjenja e smirës. Kjo ndjenjë, pra ndjenja e smirës, lind nga mungesa e kënaqësisë me caktimin e Allahut fuqiplot. Lind nga krahasimi I vazhdueshëm me të tjerët. Lind nga dashuria e tepruar për dynjan, pra për këtë jetë. Smira nuk është thjesht një mendim I keq, por smira është kundërshtim I urtësisë së Allahut. Smira lind kur njeriu nuk pranon se mirësitë që ai ka janë dhurat nga krijuesi, nga Zoti I plot fuqishëm. Po Kurani I shenjtë a e përmend smirën? Sigurisht. Kurani libri I jetës e përmend dhe e dënon qartë dhe ashpër smirën. Kurani na porosit që të qëndrojmë larg smirës. Kurani
e paraqet smirën si rrezik shpirtëror. Dhe Kurani na mëson që ne të kërkojmë mbrojtje Allahut fuqiplot nga kjo smundje rrezikshme shpirtërore. Në ajetin 5 të surës Falaq, Allahu i madhruar thot: "Wa min sharri hasidin idha hasad." Pra, kërkojmë mbrojtje nga ti o Allah, edhe nga keqja e smirakut kur ai smiron, kur ai ka smirë. Pra, Allahu pra na mëson të kërkojmë mbrojtje nga smiraku, sepse smira është burim dënimi. Smira është burim dëmi. Qoftë me fjalë, veprime apo energji shpirtërore negative. Me një fjalë, smira është shkatërruese e jetës materiale dhe shpirtërore. Në ajetin 54 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot: "Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli?" A mos vallë kanë smirë për njerëzit, për atë që Allahu u ka dhënë nga mirësitë e tij? Ky ajet i begat na mëson pra se begatit, mirësit dhe sukseset janë dhurat e Allahut fuqiplot. Të kesh mirë do të thot pra të mos jesh i kënaqur me caktimin e Allahut dhe të dyshosh në drejtsinë e tij. Besimtari i vërtet nuk e mat veten me ato që kanë të tjerët, por me bindjen, falënderimin dhe përpjekjen e tij. Smira nuk e ndryshon atë që Allahu ka dhënë, por smira dëmton zemrën dhe besimin e atij personi që ka smirë në zemrën e tij. Rruga e drejtë është kënaqësia me mirësinë e Allahut dhe përpjekja e ndershme. Nuk është smira dhe zilia ndaj të tjerëve. Të dashur vëllezër dhe motra, smira është rrënja e mëkateve të mëdha. Sipas Kuranit të shenjtë dhe historisë islame, smira ka qenë shkaku i mosbindjes së iblisit të mallkuar ndaj Allahut. Smira ka qenë arsyeja e vrasjes së parë në tokë, pra Kabilin ndaj Habilin. Smira ka qenë dhe është burim i armiqësisë mes popujve dhe familjeve. Është për të ardhur keq pra që smira gjendet brenda në familje. Vëllai ka smir për vëllain, motra ka smir për motrën, vëllai ka smir për motrën, e motra ka smir për vëllain. Kjo është një fatkeqësi, kjo është katastrofë. E përse? E gjithë kjo smirë. Si që thash, smira nuk e ndryshon caktimin e Allahut. Nuk e cakton atë që ka caktuar Allahu, ta ka dhënë. Por smira vetë se dëmton zemrën e smirakut. Është padituria rreth kësaj sëmundje shkak i përhapjes, sepse po ti din pasojat e smirës, njerëzit nuk do kenë smirë për njëri tjetrin. Pra, smira shkatëron zemrën e smirakut para se të dëmtoj tjetrin. E kjo duhet mbajtur vath në vesh. Nëse dikush ka smir për tjetrin, ajo smir shkatëron zemrën e tij para se të dëmtoj tjetrin.
për të cilin ai ka smirë. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejti i tij pastër kanë thënie të shumta rreth smirës dhe na porosisin, na këshillojnë që ne të qëndrojmë sa më larg smirës, ashtu si që janë ata të pastër për profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejti i tij, të jemi dhe ne. A nuk janë shembulli jonë më i mirë? Përse të mos i ndjekim? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: ruhuni nga smira, sepse smira i ha veprat e mira, ashtu si zjarri që ha drut. Pra, smira i djeg veprat e mira, i shkatëron veprat e mira, njësoj pasi zjarri që djeg drut. Kjo është një porosi nga i dashuri i zemrave tona për të gjithë ne. Nuk mund të jemi ndjekës të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe në zemrat tona kemi smir për tjetrin. Sepse profeti na thot, ruhun nga smira, sepse pra ajo i ha veprat e mira, ashtu siç i ha zjarri drut. Pra sipas këtij hadithit të profetit ton të dashur, zemra e shkatëron shpërblimin e adhurimeve, e zbraz zemrën nga drita e imanit, besimit, dhe e bën njeriu të pakënaqur edhe kur ka shumë. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: zilia gati sa nuk e kam poshtur kaderin, caktimin e Allahut. Nga ky hadith kuptojmë se kush smiron, kush ka smir, ai nuk po lufton tjetrin, por po lufton caktimin e Allahut. Dhe për këtë, apo në këtë luftë, humbet vetë smiraku. Sepse smira, pra si që thash edhe më lart, nuk e ndron, nuk e ndryshon caktimin e Allahut, por shkatëron besimin dhe veprat e njeriut, veprat e mira të njeriut. Smira e largon zemrën nga dorëzimi ndaj Allahut dhe e çon njeriu drejt padrejtësisë, drejt urrëties, drejt pakënaqësisë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: smira nuk sjell veç se dëm dhe mllëf që dobëson zemrën tënde dhe sëmur trupin tënd. Sa mallështore për këtë thënie. Pra thot Imam Aliu, zilia apo smira nuk sjell veç se dëm dhe mllëf për smirakun. Dhe ky dëm dhe mllëf veç se dobëson zemrën tënde dhe sëmur trupin tënd. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na sqaron se cilat janë shenjat e smirakut. Pra atij personi që ka smir. Ai ka thënë, pra profeti Muhammed ka thënë, shenjat e smirakut janë 4. E para përgojimi, e dyta lajkatimi, e treta gëzimi ndaj fatkeqësisë dhe smira pra. Të 4 shenjat e smirakut janë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: smira është burgosje e shpirtit. Pra ai njeri që ka smir, ai ka burgosur shpirtin e tij. Nuk e ka lënë të lirë.
Sepse ai mendon vetëm që e mira ati tjetrit pra të largohet. E ka punësuar zemrën e tij vetëm me këtë qëllim. E ka prangosur, e ka burgosur zemrën e tij vetëm me këtë qëllim, që e mira ati tjetrit i largohet. Gjithashtu Imam Aliu ka thënë, smira është kurthi më i madh i iblisit. Prandaj le të kemi kujdes. Sepse, si që thamë, smira e çon njeriu në padrejtësi, në armiqësi, në urrëtie, në pakënaqësi. Dhe këto janë ato gjëra për të nxirr, për të cilat pra nxit iblisi. Lidhari, prandaj pra që ne duhet kemi kujdes. Imam Sadiq paqja qoftë të ka thënë, ruhuni që të mos keni smir ndaj njëri tjetrit, sepse rënja e kufrit, e mosbesimit është smira. Sepse duke qenë se smiraku kundërshton caktimin e Allahut, është i pakënaqur me Allahun, kjo çon në mosbesim. Imam Aliu paqja qoftë të ka thënë, smira është më e keqja e sëmundjeve. Në një thënie tjetër, Imam Aliu ka thënë, shëndeti i trupit vjen nga mungesa e smirës. Pra nëse dëshiron të kesh trup të shëndetshëm, largohu nga smira. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, Allahu i lartësuar i tha Musait, birit e Imranit, paqja qoftë të, o biri i Imranit, mos i ki smir njerëzit për atë që u kam dhënë nga mirësia ime, mos i drejto syt nga ajo, për nga ato mirësit e atyre njerëzve, dhe mos e ndiq me dëshirën tënde, pra me mirësinë e tjetrit, sepse smiraku është i zemëruar ndaj mirësive të mia dhe kundërshton ndarjen, caktimin që kam bërë mes robëve të mi. Dhe kjo është pra fatkeqësia më e madhe, që të jesh i pakënaqur ndaj Allahut është fatkeqësia më e madhe, mjerimi më i madh, qoftë në këtë jetë apo në jetën tjetër. Po ashtu, për shenjat e smirakut, Imam Aliu, apo më falni, Lukmani i urti ka thënë birit të tij, sipas një transmetimi të ardhur për nga Imam Sadiq paqja qoftë. Lukmani i ka thënë, smiraku ka 3 shenja. Përgojon kur tjetri nuk është i pranishëm. Bën lajka kur është prezent, kur tjetri është prezent, fillon lajkaton. Dhe gëzohet kur tjetri goditet nga fatkeqësia. Pra këto janë 3 shenje të tjera të smirakut. Pra përgojon kur tjetri nuk është i pranishëm, bën lajka kur është i pranishëm, dhe gëzohet kur tjetri goditet nga fatkeqësia. As edhe njëherë smiraku nuk ka qetësi në jetën e tij. Dhe këtë e dëshmon Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë, smiraku nuk gjen qetësi, sepse zemra e tij digjet nga ajo që Allahu ka dhënë të tjerëve. Pra gjithmonë zemra e tij pra është e punësuar me të tjerët, me ato mirësi që Allahu ka dhënë atyre, dhe dëshiron nga zemra që ato mirësi t'i zhduken të tjetrit. Gjithashtu, Imam Aliu ka thënë, smiraku është gjithmonë i smur, edhe nëse trupi i tij duket i shëndetshëm. Pra mund ta shikosh
njeri i shëndetshëm, me muskuj, me fuqi, por nëse është smirak, ai është i smur. Gjithashtu, Imam Aliu ka thënë, smiraku është i zemëruar ndaj kaderit, caktimit të Allahut. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Gjithashtu, Imam Aliu ka thënë, smiraku gëzohet me të këqijat dhe hidhrohet me të mirat e të tjerëve. Pra, kur dikën goditë, dikush pa do goditë nga një e keqe, smiraku gëzohet. Kur dikujt i jepet një i mirë, smiraku hidhrohet, dëshpërohet. Po si ta kurojmë smirën? Për këtë Islami ka saktuar disa hapa praktik për shërimin nga smira. Dhe ato hapa janë: hapi i parë, kënaqësia me caktimin e Allahut. Pa të jemi të vetëdijshëm se çdo begati është e caktuar nga Allahu fuqiplot. Hapi i dytë, lutja për tjetrin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali na mëson se lutja për tjetrin e pastron zemrën. Hapi i tretë, falënderimi për atë që kemi. Kush falenderon, Allahu ja shton begati. Hapi i katërt, kujtimi i jetës tjetër. Dhe jemi të vetëdijshëm e të bindur se kjo jetë është e përkohshme, kalimtare. Shpërblimi i përhershëm tek Allahu është në jetën tjetër. Prandaj, gjithmonë të jemi të kujdesshëm. Të dashur vëllezër dhe motra, smira nuk i pakson begatit e tjetrit, por shkatron veprat dhe qetësinë e zemrës. Besimtari i vërtet gëzohet për mirësitë e tjetrit, i dorëzohet drejtësisë së Allahut, e pastron zemrën para se të rregullojë sjelljen. Pra, me ato që tham, duhet të qëndrojmë sa më larg smirës. Nëse duam të gjejmë qetësi, të kemi shëndet në trup, të qëndrojmë larg smirës. E lusë Allahun fuqiplot që të na i pastroj zemrat nga smira, të na bëj për atyre që gëzohen për mirësitë dhe të mirat e të tjerëve, dhe të na zbukuroj me moralin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe të familjes së tij të pastër e të lirë. Allahu na i pastroft zemrën dhe na i forcoft imanin. Qofshim prej punë mirëve dhe larg çdo pune të keqe. Allahu ju ruaj, ju begatoft, ju familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.